Gona, fole, ju jeni agronom. Çfarë mendon me lëvizje demografike që kanë qenë prej fillimit dhe me lejimin që i bën rrëmbimit tokave, zaptimit tokave, ku secili ndërtoi si maqefit, ku deshte si deshte. Dhe ju e njihni këtë, se jeni agronom me eksperiencë, a mendoni se është shkatërru struktura e tokës Shqipni për të kriju toka, domethënë ti ke qenë jashtë, ti e di, ka një sistem se si bëhet fshati, se si lejohet toka bujqësore, ku lejohet toka përpara shtëpisë. Domethënë struktura e tokës është koncept tjetër, do thotë që domethënë është tokë klimore, argjildore, po, nëse ta struktura tokë kuptim se fjalën, domethënë që ta përdorësh tokën në vitet abuzive, kur qeveritë tona të majta dhe djatha kanë tregu dobësi, natyrisht që kanë shku në dëm të bujqësisë në shkatrimin e saj. Sepse ne për shembull kemi pas shumë përmbytje, ndërkohë që kishim kolektor, kanale sipër të cilët ishin ndërtu, edhe unë kam qenë ministër bujqësie, në atë kohë ja morë me prishjen e këtyre shtëpiave, ku diun ndërtesave. Shkatërruan, kur thotë shkatërruan kanalet, pse do shkatërroheshin? Megjithatë, ndër vite, sipas me, mas 90-s, bujqësia në shumë koncepte ka përmirësime. Sepse rendimentet nuk kanë shkallë krahasimi ato që kanë qenë. Për shembull, nëse ne, kur kam qenë agronom, në 1 hektar vresh me 25 kujtal për hektar, unë kam qenë këtu diku afër Shijakut, në Çizmelia, në qytet. Edhe kam pas edhe një sipërfaqe toke me vresh. Sot merret 150, 170 kujtal për hektar. Në kodër merret 70-80. Domethënë, jo vetëm ashtu rendimentet, po teknologji. Teknologjia pra, ka të bëjë me teknologjinë. Gjitha. Po mirë, po të kapësh vetëm preparatet kimike që përdoren, insekticide, fungicide, ka një lëshim të jashtëzakonshëm. Domethënë, ne dikur kemi përdorur Rogor ose Novacron, 0,2%, me një karencë 21 ditë, një karencë do thotë pritshmëria, mas 21 ditë ti mund ta konsumosh atë produktin që e kishe bë. Sot përdoren me 0,01. Edhe karenca më tjetë 2-3 ditë, ta kupton. Dhe janë dhe selektive, që nuk i bot dom për shumë njeriut. Mos ka para negative, se i kapim sa dush ata. Po gjithsesi, në një farë mënyrë ka, si me thonë, zhvillim. Por, nga gjitha qeveritë, majta djatha, nuk është pasi prioritet gabimisht. Sipas dhe bujqësia duhet është pasi një prioritet, se është ka të bëjë me bukën. Neve, po fuz dhe vetët, ne buqit, i japim, domethënë 20% të GDP-s. A kuptoti që s'ka dek tjetër, përveç besoj turizmit? Po s'ke gjithë tjetër, që ke industrisë ke? Ne kemi 20%. Amo në jep shteti, për shembull, viti që kaloi kemi pas 134 milionë euro buxhet e Ministrisë Bujqësisë. 134 milionë euro? 134 milionë. Në jep shteti 1.7%. Unë i jap 20, ti më jep 1.7. Po pse se ne normal? Po se unë ka dal goja mbrapa, s'ka një gjuti, po unë pa gruafor bujqësi këto i kam thonë. Unë bile kam para sa po ka fillu mandati, kam paraqit një projekt për bujqësinë me disa pika, projekt i cili nuk u hudh poshtë nga asnjë, as ka të madh, as ka djatës, po nuk kaloi asnjëherë.